disi janë befasuar ata sepse nuk kanë pritur që dikush në postën e kryeparlamentarit të del publikisht në prezencën e gazetarëve dhe ti themi kushtimisht t'i vrajë edhe një herë ndërgjegjen e tyre që rasti i deharit për shumë më shumë se krimi që i ka bërë Miloševići. Familja me njerë unë kam shkuar në vizitë tek ta dhe ma ka treguar pjesën sepse unë kam qenë njoftuar me videon, domethënë me lajmin se çka ka ndodhur atë ditë nga zoti Dimar Basha. Ata disi janë prekur, janë ofenduar dhe kanë humbur shpresat në drejtsinë kosovare, sepse pavarësisht se u ka kapur ky kriminal serb që u dënua, shumë familje presin ende anëtarët e tyre anëtarët të ngushtë të familjes në kohë lufte i kanë të humbura dhe nuk është zhvallur spati tyre. Po ashtu tani edhe kjo zonja Mirie që ka humbur 2 fëmijë binjak për mënyrën që janë ekzekutuar dhe të flet një kryeparlamentar Dimar Basha, ti njollos familje, ta njollos ndërgjegjen kolektive të popullit shqiptar. Kjo nuk do mendësi sepse kjo gjë duhet të dënohet dhe nuk është hera e parë që Dimar Basha kesh përdor postën, autoritetin, por dikush duhet t'ia ndal, domethënë vetëm gjykata mund t'ia ndal që këtij t'ia ndaloj të mos ushtrojë më poste publike se nuk është den, sepse gjatë prezantimit përfaqësimit që aty poste ai po apozon me detyrën prek ndjenjat e qytetarëve dhe unë uroj që kjo parti dhe sigurisht edhe kazimi penal Dimar Basha të merr përgjegjësi penale, të penalizohet në aspektin civil dhe familjeve t'i kërkoj falje dhe mos të jetë aktiv në pjesën politike kosovare. Po, dhe